بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi I takon Allahut të Xhaleshanuhu, atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salat dhe selam I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam deri në ditën e gjykimit, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut Xhaleshanuhu qoftë mbi të gjithë ata. Të ndershëm vëllezër besimtar, këtë ditë të bekuar të xhamas, do të jemi bashkërisht që të shpjegojmë një temë e cila ka të bëjë me dilemat me të cilat përballet rinia. Jeta është një nga begatit më të mëdha që na I ka dhuru Allahu Xhaleshanuhu, e cila përmban kapitalin ton të lumturisë ose të fatkeqësisë, jetën e pafundme. Secila periudhë e jetës nuk është e njëjtë në për perspektivën e përgatitjes për rrugtimin e përjetshëm. Të gjithë dimë që stina më e begatë në një farë mënyre, koha pranverore për këtë është rinia, sepse ajo është stina e punës, është stina e vigjilencës, është stina e guximit, është stina e trimnisë, është stina e emocionit, është stina e fuqisë. Dhe edhe është periudha më e rëndësishme e jetës së njeriu. Allahu Xhaleshanuhu I lavdon të rinjtë të cilët kanë besim, kanë iman. Këtë shohim në surën Al-Kahf ajeti 13, ku Allahu Xhaleshanuhu thot: "Nahnu naqussu alike nabahum bil haqqi innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ne po të tregojmë ty rrëfimin e tyre me të vërtetë. Ata ishin disa djemë të ri që I besuan Zotit të tyre dhe ne u ashtuam udhëzimin. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Dhul Xhelal I lavdroi të rinjtë që I rujtën fenë, që I rujtën besimin me një kohë sprovuese siç ishin djemtë e shpellës. Kjo është një mesazh I fuqishëm për rinin e sotme, që të jenë të fortë dhe të jenë ata të cilët janë qëndrueshëm karshi sprovave përballë sprovave. Ndërkaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thuhet se ka thënë: 7 veta ose 7 grupe do t'i mbloj Allahu Xhaleshanuhu në hijen e tij në ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahu Xhaleshanuhu. Dhe në mesin e tyre e përmendi një I ri që është rritur duke adhuru Allahun Xhaleshanuhu. Më thonë që jesh I ri dhe të kalush rinin me iman, me devotshmëri, me besim, është nder I madh dhe shkak për me shpëtue në ditën e Kiametit. Nëse I kontrollojmë të rinjtë tonë nga afër, për ne do të jetë e mundur
që të konkludojmë, të përfundojmë se përgjithësi rinia ndahet në 3 grupe, ndahet në 3 lloje. Grupe e para është rinia e udhëzuar drejt. E dyta është rinia e cila ka deviju. Dhe e treta është rinia e cila është në dilema mes mirës edhe mes keqës. Do të mundohemi minutat në vazhdim shpjegojmë për rinin e cila është udhëzuar me drejt. Është ajo rini e cila i beson Allahu xhaleshanuhu drejt, e kupton mirë shahadetin, beson në fen e Allahu xhaleshanuhu. Kjo rini e ka këtë bindje se imani, besimi, është i dashur për ta, dhe ata janë të kënaqur dhe të mjaftuar me imanin e tyre. Ata mendojnë se mësimi i Islamit është si dobi për ta. Ndërkaq mos shijimi i imanit i Islamit, ata e kuptojnë si humbje të madhe. Rinia e cila e adhuron Allahun xhaleshanuhu sinqerisht. Ata adhurojnë vetëm Allahun xhaleshanuhu i cili nuk ka shok. Rinia e cila e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të folurit e tyre, në vepra, sepse ata sinqerisht besojnë se pejgamberi e Allahut xhaleshanuhu Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut xhaleshanuhu dhe udhëheqës i të gjithë të dërguarve të Zotit të mëhershëm. Rinia e cila e fal namazin mënyrën më të përsosht. Sepse kjo rini beson në dobin dhe vlerën fetare, toksore dhe sociale, e cila gjendet në faljen e namazit. Dhe i kupton mirë pasojat e rrezikshme nga lania e namazit. I kupton mirë damin që e sjell ai i cili nuk e kryen këtë obligim të Allahu xhaleshanuhu. Kjo rini e cila i ka besu Zotit pa luhatje, kur vije momenti që i ka dhënë Zoti Dhul Xhelal pasuri, e jep zekatin në vendet të cilët i ka caktuar Zoti xhaleshanuhu. Sepse kjo rini beson se zekati është kusht i Islamit, i cili i përmbush nevojat e Islamit dhe është një prej shtyllave të 5 sharteve të Islamit. Rinia udhëzuar është ajo e cila e agjeron muajin e Ramazanit. Ata nuk e ndalojnë veten e tyre dëshirat dhe mallin, qoftë verë apo dimër, për asgjë tjetër, vetëm pse ta respektojnë urdhnin e Allahu xhaleshanuhu, ta kënaqin Allahu xhaleshanuhu, mbi të cilën e agjerojnë muajin e begat të Ramazanit. Rinia e udhëzuar është ajo e cila e kryen edhe obligimin e haxhit në shtëpinë e shenjtë të Allahut xhaleshanuhu në Bejtullah, sepse ata e duan Allahun xhaleshanuhu, ata e duan shtëpinë e Allahut xhaleshanuhu, kanë dëshirë që të shkojnë vendet e mëshirës dhe faljes së Allahut xhaleshanuhu. Rinia e cila i beson Allahut xhaleshanuhu, i cili është krijuesi tyre, dhe është krijuesi qiejve dhe i secilit, sepse ata e shohin prej shenjave të Allahut xhaleshanuhu që shfaqen në gjësi. Rinia e shpëtuar ose rinia e cila
i beson Allahu xhaleshanuhu, i beson edhe melek të Allahu xhaleshanuhu, sepse Allahu xhaleshanuhu na ka dhënë informata lidhe me melekët, librin e tij të shenjtë, na ka dhënë informata i dërguari Allahu xhaleshanuhu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me melekët. Përkatësisht Kur'ani dhe Suneti i shpjegojnë ma mirë se si njëre du t'ju besojnë melekëve të Allahut xhaleshanuhu. Në Kur'anin famëlar dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qartë shpjegohen ekzistenca e melekëve. Gjithashtu rini e cila beson librat Allahu xhaleshanuhu, librat të cilët i zbriti Allahu xhaleshanuhu pejgamberëve të tij, të cilët ishin dhe janë udhëzim për njerëzimin. Gjithashtu rinia e cila beson në pejgamberët të dërguarit të Allahu xhaleshanuhu, të cilëve Allahu xhaleshanuhu u ka dërguar shpallje, të cilat shpallje ata ua kanë kumtu njerëzimit. Këtë drejtim ne mund të përmendim prej Ademit alayhis salam, të dërguarit të Zotit, pejgamberit të Zotit, deri tek i fundit që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe si vula e të gjithë pejgamberëve. Rinia e cila beson ditën e fundit, në cilën njerëzit do të ringjallen pasi të vdesin, ashtu që ata shpërblehen për punët e tyre. Kushdo që e vepron një të mirë sa grinca atomit, ka me korr ata. Kushdo që e ban një të keqe sa grinca atomit, edhe ata ka me korr vetë. Kjo është pasoja e kësaj bote. Për ndryshe, nuk do të kishte dobi jeta e kësaj bote, të cilën po e jetojmë bashkarisht ne. Gjithashtu rinia e shpëtuar, ose rinia i cila i ka besu Zotit xhaleshanuhu, beson edhe në kaderin e Zotit. Beson për caktimin e të mirës dhe të keqes. Kështu që ata besojnë se çdo gjë është vendim i Allahu xhaleshanuhu dhe paracaktim hyjnor i tij. Kjo është pavarësisht besimit tyre në shkaqet dhe pasojat e ndërlidhura të tyre, dhe se për dyja të mirën dhe të keqen ka metoda, ka mënyra. Rini i shpëtuar është ajo e cila thret në Allahun xhaleshanuhu me metoda të ndryshme, të cilat i shpjegon Kur'ani famëlar mesin e tyre në surën Nahl ajeti 125, ku Allahu xhaleshanuhu thot: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të shëndosh dhe debato me ta në mënyrën më të përshtatshme. Kjo është rinia që e kërkon feja islame. Rinia e cila urdhon të mirën, dalon nga e keqja, sepse ata besojnë në këtë gjendje është suksesi i tyre dhe suksesi i rrethit të tyre. E kuptojnë thellësisht këtë ajet kuranor, ku Allahu dhul xhelal kërkon nga ne që t'jemi thirrës në rrugën e Zotit xhaleshanuhu me urtësi dhe këshill të shëndosh, mirë po edhe kur debatojmë në mënyrë të përshtatshme debatojmë, jo në mënyrën fyse. Tu pak do të nalë në vëllezër të ndershëm besimtarë, sepse bëhet fjalë për ardhmërinë tonë, bëhet fjalë për tritet tonë, bëhet fjalë për trejat tona. Jo çdo gjë ne që mendojmë që duhet ta bëjmë edhe më një herë ta bëjmë. Jetojmë kohën e rrjeteve sociale. Krejt i shohim rrjetet sociale, përveç
disa më të vjetërve që i kemi në mesin tonë. Kreti për cilëm rrjetet sociale. Dhe kujtojmë se llogari s'kemi te Zoti. Ne kujtojmë se llogari për ato rrjetet sociale nuk kemi me pas. Jo kam thonë edhe më herët e përsëriti veç. Edhe like-in kur ja ban dikuj llogari kemi me pas para Zotit. Like do me thonë me e përqi për juve më të vjetrit. Me ja përqi një postim dikuj, kina me dhonë llogari. Gjendja jo në vëllezër të ndershëm, sidomos e rinis, duhet përmisohet o vëllezër. Nuk do të jemi nga ajo rini e cila shkat na vjen goj, folmi. Një rast me ndodh, mi njëherë me dhunë, mi njëherë me të shame, mi njëherë me fitne, mi njëherë me të përlame, mi njëherë shkat na vjen goj. Dhe se të ndershëm besimtar, me keqardhje e thonë, këto ditë ndodhi një vrasje në Kosovë të një hoxhës. Vërshun ato anti-islamistat, komunista, titista, elverista, thuj shka ti thush ti ma tanina. Zgjate listën sa të mujsh. Tu u gëzu se që ka ndodhë vrasja. Ato për punë privat janë vla. Për punë privat janë vla. Mirë po mu gëzu që kaq. Për vrasjen e dikuj, për nuk kemi drejtë edhe ndaj shkavit mu gëzu, o vëllezër. Se kështu në mëson feja islame. Ato e kallëzojnë urrëtitjen e tyre që i kanë ndaj kësaj feje. Kushdo që i formon rrjetet sociale edhe profile të rrënjshme dhe me ata shkruan, mundesh me më rrejt. Edhe ti muj me të rrejt, po besojnë se ka një krijues në rrejt. Këtë kena me dalë para ati. Andaj vëllezër të ndershëm besimtar. Ne nëse duhet thirrmi në rrugën e Zotit si të ri dhe si të reja, duhet thirrmi me urtësi, me këshilla të ndosha. Edhe kur debatojmë, jo të kallmi, jo të nervozohemi, jo me nervoz. Edhe në shtëpi nëse duhet me babën, me nanën, me motrën, me vllavin, komunikimi të jetë i nivelit duhur. Nuk guxojmë me babën, me folën si me folën me, po e përdori, me stankin me petkin. Me stankin me petkin, ma mirë folën, se ma ato e kemi biznesin, s'guxojmë me ja ngrit zame. Vëllezër, rinjë nderuar, kështu i një të shkatru ahiretin të ujë. Po edhe dunjoni juve keni me shkatru nëse vazhdojnë një kështu. Feja islame kërkon nga ne që t'jemi nga ata të cilët ta kemi urtësi në zemra tona. Kemi këshillat e shëndosha, dhe kur debatojmë edhe në familje, ka nevojë njëri me debatu, për do një çështje, për do një punë, jo me nervoz. Jo unë shka të thonë, jo unë s'dves, jo unë jam kryesori. To janë metoda të cilët nuk pranohen nga ana e fesë islame. Allahu xhaleshanuhu në surën Ali Imran na drejtohet kështu dhe thot: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë i ngritur për udhëzimin e njerëzimit. Ju urdhoni për të mirën dhe ndaloni nga e keqja dhe ju keni besim plot në Allahun xhaleshanuhu. Qire që ishë në ngritë Zoti, qire në çfarë grade në drejton Zoti, në udhëzon Zoti. Jeni populli më i mirë. Më thonë jemi populli më i mirë. Kur jemi më të mirë? Kur vetën e urdhojmë për të mirë dhe ndalim nga e keqja, pastaj vazhdojmë rrethin tonë, ju urdhojmë për të mirë dhe ndalim nga e keqja, mirë po, duhet kemi besim plot në Allahun xhaleshanuhu, por me mri kjo, mas fari duhet ta mushim zemrën tonë me iman, ta mushim zemrën tonë me besim, por ndryshe vëllezër të ndershëm besimtar, ne nuk ja kemi arrit qëllimit të cilën e përmend Kurani famëlar, në të cilën na thret Allahu xhaleshanuhu, në të cilën na lëvdron Allahu xhaleshanuhu, jeni popullin më i mirë. Me urdhën të mirën dhe me ndalun nga e keqja dhe me i besu krijuesit gjithësisë. Kur ti besojmë krijuesit gjithësisë si do, atëherë di me urdhën nga e mira, di me ndalun nga e keqja. E nuk du të bëmi nga ata të cilët shpesh herë vëllezër të ndershëm besimtar, po na vë me përmend dhe me përsërit,
Unë se kam bale, mu së më intereson kjo punë. Edhe mu së më intereson, edhe ati si intereson. Në familje kemi shumë punë, o vëllezër të ndershëm besimtar. Nuk mundesh me thonë së më intereson djali jam, vajza ime se ka falë namazin. Nuk mundesh me thonë edhe më koni qetë që prind me thonë djali jam, qika ime kanë bo zullon dikon. Nuk mundesh më koni qetë ose si në regull ti. Ose du t'i bish vetit masë, o vëllezër të ndershëm besimtar. Më thonë, diçka nuk kanë regull me imanin tanë. Ti ki problem me besimin tanë. Ki problem me imanin, pik. Nëse bim këtë gradë dhe thojmë se hajtë mu së më interesën, hajtë mu si folio në rejes. Po si ti foli rejes, ajo mu së më banë hizmet, po mu së boje. Mu së boje, ajo bot azab, ti nuk bosh azab, o vllai dashur. Obligimi jo në asë me urnu për të mirë dhe me ndalu nga keqja, pik. Urdhën i Zotit ashtë o vëllezër të ndershëm besimtar. Dhe krejt për në fund vëllezër të ndershëm besimtar. Rinia ka vlerë të madhe në fenë islame. Veç disa shembuj të shkurt kam i morë dhe dhe përfundoj nga rinia të cilin i përgatitte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej trive ishte Ali ibn Abi Talib, i cili e pranoi fenë islame dhe ishte mburoj e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Usame ibn Zeid, shumë i ri ishte kur e caktoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam komandant i ushtrisë muslimane. Vetë pejgamberi alayhis salam i caktoi. Abdullah ibn Mesudi, Muadh ibn Jabeli, Abdullah ibn Abasi, krejt këto tri ishtin të cilit i caktoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mësues, me mësue shkrimleximin, Kur'anin famëlar, hadithet e pejgamberit alayhis salam xhamatit. Kështu që vëllezër të ndershëm besimtar, rinia do të përgatitet. Rinia do të jenë nga ata të cilët e mësojnë këtë din. Rinia do të jenë ata të cilët e mësojnë fenë e vet. Rinia do të jenë nga ata të cilët i prinë xhamatit e vet. Rinia do të jenë nga ata të cilët i prinë popullit e vet. Rinia do të jetë e përgatitur me përgatitje, jo pa përgatitje. Unë kam qef, valla, me qef feja nuk e ka vëllezër. Me qef shkojmë pim çaj, pim kafe, për qef, e dia bojnë qef njëri tjetër. Ama ka ardhur koha ekspert në të gjitha sferat kemi. Ekspert kemi edhe të fesë. Ka ardhur koha ekspert kemi edhe në për komuna. Ka ardhur koha ekspert kemi edhe në për lagjet tona, edhe në për mahallat tona. Ato ekspert duhet të jenë 3 tonë dhe 3 tona. Jo të frigohen nga dini e tëre, jo të frigohen nga feja e tëre, jo të frigohen nga Kurani, jo të frigohen nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rini e cila do të more mbi supe të gjitha angazhimet që i kërkon Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që ta përgatitim rinin tonë për kohën në të cilën po vinë. Kohë e cila kërkon angazhim maksimal nga të gjithë ne. Bashkarisht e lutim Allahun xhaleshanu që rinin tonë ta udhëzon rrugë të madhe. Rinin e cila nuk e di ku a xhamia, Allahu xhaleshanu ja mundsof për hir sa ditë të xumaje, që xumon tjetër tjetë me neve bashkarisht ta fale namazin e xumaz. Rini e cila për të cilën kemi nevojë të gjithë ne. Armisht jo rasisht, armisht e kombit tonë dhe fesë tonë jo rasisht mësojnë të rinia vëllezër të ndershëm besimtarë, sepse atja është fuqia, atja është ardhmëria. Allahu xhaleshanuhu na usoft, walhamdulillahi rabbil